Rruga drejt shtetëndërtimit të Kosovës ishte e gjatë dhe e mbushur me sakrifica për secilin shqiptar. Vitet 1997-1999 shënuan një periudhë të dhimbshme, ku regjimi i Slobodan Miloševićit kreu gjenocid mbi popullin shqiptar në Kosovë. Miritat për shlirimin e vendit, përveç UÇK-s, si forca ushtarake guerile e Kosovës, i takojnë edhe figurave të shumta ndërkombëtare, të cilat kishin role kyçe në institucione dhe organizata botërore dhe i dolën në ndihmë vendit tonë. Kosova me ndihmën ndërkombëtare më 12 qershor 1999 u çlirua, por pavarësia e saj u shpall pas 9 vjetësh, pikërisht më 17 shkurt të vitit 2008. Gjeneratat e reja sot mësojnë nga familjet e tyre dhe në shkollë, nga tekstet shkollore për rrugtimin e shtetëndërtimit, shlirimin dhe pavarësinë e Kosovës. Në kremtën e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, në secilën shkollë, në secilën klasë, te secili nxënës ndihej atmosfera festive. Edhe pse të vegjël, me uniformat e UÇK-s dhe me ngjyrat e flamurit të shtetit të Kosovës, ata, përmes kësaj kënge, mësojnë ta duan vendin e tyre dhe të kuptojnë rëndësinë e të qenit shtet. Me aktivitete si ngjyrosja, fëmijët 3 dhe 4 vjeçar, të cilët sapo kanë filluar të lidhin fjalët dhe të krijojnë fjali, mësojnë për UÇK-n, për familjen e shtetit të Kosovës dhe për vetë rrugtimin deri te shtetëndërtimi. Edukatorja Vlora Përdibuka tregon se përpiqet që në formë loje, përmes aktiviteteve dhe këngëve, të kultivoj fëmijëve atë dhe dashurinë ndaj shtetit. Historia që harrohet përsëritet. E kemi nga profesorët e fakultetit, e kemi si amanet, që kjo duhet atë dashuria të gravohet, të punohet në zemrat e fëmijëve. Ne gjitha gjënat nuk mujmë ja thonë fëmijës. Për shembull, unë i kom thonë ushtar, po nuk i kom thonë çka. Unë nuk muj me hi në pjesë që këta i dëmton këta fëmijë. Pjesa vetëm çka këta duhet me ditë, çka është ushtari që na mbron, që na ka mbrojë, na ka kthy në për shkolla, na ka kthy në për shtëpia. Janë këto pak a shumë ato gjëna që vetëm sa mi vedisu, ngjyrat e flamurit, ngjyrat e veshjeve, kur vendosen flamurat, kur duhet bëhet veshja. Do të thonë është një lloj vetëdijsimi për këto grup mosha. Në hapësirën përballë ishin fëmijët e moshës 5 dhe 6 vjeç. Secili prej tyre festën e pavarësisë së Kosovës e kishte nisur që në shtëpi, i veshur me rroba me ngjyrat e flamurit të shtetit. Tashmë në klasë me përkushtim dhe entuziazëm si një grup i tërë, kishin filluar ngjyrosjen e flamurit të Kosovës. Dashurinë për 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës e shprehën edhe përmes recitimeve të poezive.
Ose a mirë, ose a gëzim. Jemi të lirë, pëse s'lëren. Unë ja fëmi për të bëjt bejt, dhe të jam shkëndi për botën e re. Të të ecim për para, s'kemi më hale, ta pëftën bara, se të edhim vale. Oj, Kosova ime, së shumë që të tua, të edhe të shej të në Kosova ime dhe sa shumë të dua, të vetë gëziti në për mua. Edukatorja Teuta Muçaj vë në dukje se me forma të tilla përpiqen që fëmijëve 3 deri në 6 vjeç të mësojnë vlerat e pavarësisë së një populli dhe dashurinë për vendin e tyre. Pavarësisht që jemi zonë rurale dhe fshatra pak më të thella, kemi fatmirësisht numër të mjaftueshëm të nxënësave. Kemi mbi 40, edhe pse sot mundën me qenë mungesë disa për shumë arsye. Janë fëmijë shumë gjallë, janë fëmijë shumë aktiv, është kënaqësi me punu me këtë grup mosh 5-6. Fëmijët njihen kuptohet me vendin e tyre, për shkak të festës mësojnë edhe ngjyrat e flamurit, simbolet e Kosovës, e kështu me radhë. Gjithçka do të thonë se cila lëndë ka korrelacion mes vetes, se cila fushë. Se mësohet që nga kjo moshë për ta gjithë vendin, klasa përgatitore, kjo moshë 5-6 janë hapat e parë bazë, ku këta prej tash fillojnë me mësu edhe e kuptojnë atë rëndësinë e festës, e njohin vendin, i njohin gjonat, gjithçka që i rrethon. Është mosha ma adekuate që fillojnë tash për atë dashurinë e gjithçka tjetër që i ofrohet me plan program. Në shënimin e përvjetorëve për pavarësinë e Kosovës në shkollat e Republikës së vendit, tashmë është bërë traditë që ora e parë mësimore t'i kushtohet rëndësisë së kësaj dite të veçantë. Apo mendoni që mulla është simetrike? Mësuesja Arnisa Cena Tamniku, e cila këtë vit ka klasën e parë, nëpërmjet zhvillimit të plan programit të rregullt mësimor, në secilën lëndë kishte përzgjedhur temën për Kosovën, në mënyrë që fëmijët nga secila orë mësimore të mësonin për simbolet, vlerat dhe rrugtimin e shtetëndërtimit të Kosovës. Kjo është harta e Kosovës. Edhe ky është flamuri Shqipërisë. Cila po mendoni që është simetrike dhe cila po mendoni që nuk ka menadoj simetrike? E Kosovës, në bashkë me simetrike, orka e Shqipërisë. Hartën e Kosovës po e ndajnë mes. Do më thonë me drejtës simetrisë. Apo mendoni që është simetrike? Jo! Pse po mendoni që nuk është simetrike? Sepse nuk po ndajnë në 2 pjesë të barabarta, apo? Po flamurin e Shqipërisë po e ndajnë kështu. Apo mendoni që është simetrike? Po! Do më thonë flamuri i Shqipërisë është Simetrike! Hajde, Liga. Në këtë orë të matematikës, në njësinë simetria dhe drejtëza e simetrisë, mësuesja kishte marrë flamurin e shtetit dhe atë kombëtar, duke i vendosur në fleta përmes të cilave krijonte simetrinë. Ku nxënësit në të njëjtën kohë mësonin matematik dhe njiheshin me simbolet shtetërore e kombëtare. Kush mundet prej jush më marrë me ndo yllet? Ne. Hajde rëmana. Pse yllin e mora shembull edhe një verë? Sot e kemi një fest. Çfarë fest është? Pavarësia. Hajde Riona, ka më na demonstrua mund e me nda yllin 2 pjesë barabartë. A është nda? Mirë? A është simetrik ylli? Po! Riona, po mendon që është simetrik? Po a ju? Po. A e ka sakt? Po! Me këto fjali të shkurta, fëmijët 6 dhe 7 vjeçar, të cilët janë në gjysmën e rrugës së mësimit të shkronjave, treguan se çfarë simbolizon data 17 shkurt për Kosovën. Për festën Cilën festë? e pavarësisë. Kosovës, po? Po. A bluzën që kjo vesh, çka shkruan? Kosovë, Pse kjo vesh sot Kosovën? pse është dita e pavarësisë Kosovës. Kush ka treguar për ditën e pavarësisë Kosovës? Ka kush? Ja, po, Mësuesja në ka tregu.
Çka mësuat sot për Kosovën? Kemi mësu një flet për Kosovën, tani e kemi ngjit në fletore atë Kosovën, tani kemi shonu diçka për Kosovën atë poshtë, e kemi ngjëros më ngjyrë të kaltër, më ngjyrë të verdh, më ngjyrë të kaltër këto, tani më ngjyrë të verdh, qishto. Për 17 shkruajt në 2008. E bukur. Ke mësuar në shtëpi, në shkollë? Po. Në kremtën e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, nxënësit gjithë ditën në arsimin mësimor e shënuan këtë festë me aktivitete, përmes të cilave morën edhe njohuri të shumta. Ne me anë të aktivitetit në kalenda e gjuhës shqipe u munduam që ti fokusojmë ngjyrat e flamurit të Kosovës, të shënojmë në pikat e shkurtra se kur është shpall pavarësia dhe kush e ka shpall. Me qenë se na jemi në klasë parë dhe kemi shumë të vështirë me shënu të gjitha shkronjat, u mundu në pika e shkurtra me realizu, domethënë një orë mësimore sa më kreative. Po ashtu në matematikë, me qenë se e patëm simetrinë, e bërëm dallimin e dy flamujve të Kosovës dhe të Shqipërisë në mënyrë që ta përshtatim njësinë mësimore së bashku me festën që e kemi sot. Fëmijët në arsimin fillor nga klasa e parë deri në të 5-ën, në mënyrë të përshtatur me moshën, në plan programin mësimor, marrin njohuri për ngjarjet e zhvilluara në Kosovë gjatë viteve të 90-ta dhe formimin e shtetësisë së Kosovës. Kjo realizohet në secilën lëndë mësimore, duke u përputhur me moshën dhe nivelin e tyre. Është një festë e jona, e cila është festa e 17 shkurtë. Çfarë festojmë në festën e 17 shkurtë? Pavarësinë e Kosovës. Me recitimin e poezisë Pavarësia dhe bashkëbisedime, nxënësit e kësaj klase të tretë e nisën procesin mësimor në ditën e shënimit të 18 vjetorit të pavarësisë. Në lëndën e gjuhës shqipe ata punuan edhe detyrën 5 vargu. Emri Kosova, çka na duhet tjetër për me formuar 5 vargëshe? 2? Këtu të lidhemi tash edhe te gramatika. Mbi emrin, çka tregon mbi emrin një herë? Lojta? Mbi emrin tregon cilësinë e emrit. Hajde, dy cilësi që i ka Kosova. Çfarë cilësish? Erik? E bukur? E bukur dhe e bukur, ose krenare, të marim një bjanër të panushë. E bukur. Po vazhdojmë tash e kemi në radhë këtë 3 folje. Mirë, çka tregon folja? Muhamet? Folja tregon Veprimin e emrit. Në këtë rast e kemi Kosovën. Hajde, 3 folje ti themin. Hajde, ndërtoj. Tjetër. Lojta. Luftar. Edhe është Kosova e çfarë është duke u rri. Me përfundimin e kësaj detyre në flete të shpërndara nga mësuesja, fëmijët vendosën fotografitë e tyre mbi trupat e vizatuar të fëmijëve, që mbani në duar flamurin e shtetit të Kosovës. Pavarësia u shpallur me 17 shkurt në vitin 2008. E përherojnë kënd të mësu? Adem Jasharin. E kena punuar një punim që ishte një vajzë, unën për me prik kokën për me prik dhe ishte punimi. Po. Mësuesja Azra Pulaj tregon se me këto lloj aktivitetesh risjellin në kujtesën e nxënësve të klasës së tretë datat më të rëndësishme historike të popullit të Kosovës. Të ngjallim të secili fëmijë dashurinë për adeun, mos të harrojnë historinë që e kemi pas vuajtse. Disa prej tyre kanë pas edhe prind ushtar, kanë treguar histori të ndryshme.
Fëmijët e klasës së 5 në shkollën fillore dhe të mesme të Ullët Mithat Frashëri në Krajk të Hasit, kremtën e pavarësisë e nisën me këndimin e himnit të Kosovës. Mësimi i tekstit të himnit të Kosovës nuk është i obligueshëm sipas plan programit mësimor, që të mësohet nga fëmijët në institucionet shkollore. Por, shumë mësimdhënës me vetë dëshirë dhe në bashkëpunim me fëmijët e mësuan dhe kënduan himnin shtetëror të Kosovës. Pavarësia e Kosovës është shpallë me 17 shkurt vitin 2008. 2008. Shumë mirë. Kush është shpallë pavarësinë e Kosovës? Pavarësinë e Kosovës është shpallë e Hashim Thaçi në ditën e 10 në orat 15:30. Cila është gjuha zyrtare që vitet në Gjuha shqipe. A kemi edhe gjuhë tjera zyrtare që mund të vitet në Ne kemi gjuhë liseve, edhe të kisha që flitet në prizre. Informacionet e pasqyruara janë të realizuara në formë bashkëbisedimi mes mësuesës dhe nxënësve, të zhvilluara në Lëndën Shoqëria dhe Mjedisi, në njësinë mësimore Pavarësia e Kosovës. Por pavarësisht informacioneve të paraqitura për këto ngjarje në libra dhe në plan programe mësimore në arsimin fillor në Kosovë, mësimdhënësit tregojnë se mbi këto ngjarje fëmijët marrin njohuri në shkollë, por edhe nga prindërit e familjarët e tyre. Fëmijët e klasës së 5 për të gjitha këto ngjarje kishin shkruar edhe ese, të cilat i lexuan para gjithë klasës. Pavarësia e Kosovës është shpallur shteti pavarur me 17 shkurt me vitin 2008, dita e diel dhe ora 15:39 minuta. Kryeministri i cili shpalli Kosovën shtet të pavarur është Hashim Thaçi në Kuvendin e Kosovës. Ai lexoi deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Kryeqyteti i Kosovës është Prishtina. Ne sot jemi të lirë dhe gëzojmë në mënyrë të plotë 17 shkurtin. Në 17 shkurt 2008, Hashim Thaçi shpalli Kosovën shtet të pavarur në orën 15:39. Kosova ka vuajtur për të drejtat dhe për liri themelore. Serbët vranë kosovarët pa pasur pak dhimbje. Serbët donin që ta merrnin të gjithë Kosovën. Ne tashmë jemi të lirë. Serbia pushtoi Kosovën për shumë vjet, por pas ndërhyrjes së NATO-s, Kosova u bë e lirë. Kur u çlirua Kosova, Hashim Thaçi si kryeministër e shpalli pavarësinë e Kosovës me 17 shkurt 2008. Për mësuesen Teuta Çoçaj, informacionet e paraqitura mbi shtetësinë e Kosovës në plan programin mësimor për klasat e 5 janë të mjaftueshme për nxënësit, duke marrë parasysh moshën e tyre. Disa nga aktivitetet që i kemi vendosur sot përveç ballëzimeve kanë punu edhe pëllumbat fluturues të cilat e simbolizojnë paqen tek ne, në këtë formë që është punim i tyre, kreativitetet të tyre, me mendimet bashkërisht të të gjithëve, dhe ka dalë një punim besoj bukur, edhe me një mesazh përcjellës të paqes, ashtu siç është populli i Kosovës. Po ne si më të mëdhej e dim shumë sakrificën e popullit tonë, gjithashtu ne jemi edhe përjetues të luftës, e dim vlerën e vendit tonë, e dim se çfarë do të thotë të jemi dhe të punojmë në vendin tonë, në mënyrë që të mos jetë dikush që t'i sundoj ose të kenë ngecje, sikur ne që kemi pas periudhën e vështirë të mësimit, të zbatimit të planeve tona, dëshiroj që edhe këta të jenë të lirë, ta duan atë dheun, të mos shpërngulen edhe të luftojnë pikërisht me mendje dhe dije. E veçanta e marrjes së njohurive për të gjitha ngjarjet në Kosovë, si dhe njohuritë e përgjithshme nga të gjitha fushat jetësore për nxënësit, nga klasa e parë deri në të 9-ën, në shkollën fillore dhe të mesme të Ullët Mithat Frashëri në Krajk të Hasit të Prizrenit, realizohet nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme. Kjo formë, sipas mësimdhënësve, ka sjellë vazhdimisht rezultate pozitive. Ne zakonisht aktivitet në mundohemi që njësitë mësimore mi realizu me anë të aktiviteteve të ndryshme mësimore, me anë të formave, figurave, fotografive,
në mënyrë domethënë që nxënësit t'i shohin dhe t'ju fokusohet në mënyrë më të mirë në mendje. Mundohemi që orë t'i bëjmë sa më kreative që nëpërmjet lojës ne t'i realizojmë njësitë mësimore në mënyrë kreative dhe fleksibile për nxënësit tonë. Me qenë se janë edhe klase parë, zakonisht përmes lojës fokusohen më shumë në të nxënit. Të gjitha lëndët bëhen edhe me aktivitetet të ndryshme, që në mënyrë që të jetë më atraktive edhe për nxënës, edhe mësimi zhvillohet ma i kuptueshme tjetë. Në lidhje me pesëvarkëshin, është edhe futemi edhe në gramatik pak më shumë, përsëritje lëndës së gramatikës. Këtu edhe tjetër e zhvillojnë edhe mendimin kritik, ndërtojnë ide mbi idetë e njëri tjetrit, përsërisim edhe sinonimin fund një emër tjetër për Kosovën, kështu. Ne përdorim metoda të ndryshme. Të them të drejtën edhe pse jemi zonë rurale, të gjithë nxënësit e mi janë pajisur pothuajse të gjithë nxënësit janë pajisur me laptopa. Edhe ne përdorim shpesh teknikën me projekte, përdorim shpesh teknikën me role, dhe stimulime, metodat me dyshe. Janë nxënëse shumë të mirë edhe i zhvillojmë këto për të ngjallur kreativitetin, për të ngjallur mendimin kritik, zakonisht e njëri tjetrit, për të qenë të lirë për të shprehur mendimet e tyre, se në klasën tonë ne nuk themi asnjëherë se ndonjë përgjigje është e keqe. Të gjitha përgjigjet e kanë vlerën e vet, dhe në këtë formë janë të lirë të vendosin dhe të punojnë në çfarëdo mënyre, në grupore, dyshe, që janë metodat më shpeshta që ne i praktikojmë. Në këto shkollë janë krijuar edhe klube të ndryshme, në të cilat nxënësit marrin njohuri mbi robotikën. Ky është një robot i llojit McLean Plus, të cilin e përdorim në garat që bëjmë për disa vite me radhë. Në këtë vit kemi pasur sfidën që të ndjekim vijën e zezë, pastaj kur mrin tek segmenti 14, atëherë ai duhet të skanoj kodin dhe pastaj të bëjë një zhurmë dhe të ndezë dritat plat të gjelbërta. Ju keni edhe punime të tjera? Po, për shembull atje kemi qarqet elektrike, pastaj i kemi disa faktura dhe CV-t që i kemi kriju në orën e teknologjisë me arsimtarën Arjuna Hashani. Dhe këtu e kemi një robot tjetër, i cili është më i ndryshëm se nga roboti McQueen. Ai punon përmes Bluetooth-it që e shkarkojmë aplikacionin në telefon dhe mund ta kontrollojmë nga telefoni. Nxënësit në arsimin e mesëm të ulët sollën në demonstrim edhe semaforin me tinguj, i cili është teje cilësor për personat me nevoja të veçanta në të pamur. Dritën e kuqe, del fjalë kalime ndala. Tek drita e verdh, kemi thënë që del fjalë kalime gati, edhe tek drita e gjelbërt, kemi thënë që është kala, edhe po ashtu tek drita e gjelbërt ka edhe një alarm që lëshon tinguj të ndryshëm. Për arsye se në komunikacion po ka shumë aksidente që po ndodhin sidomos tek terrenjët, edhe për ata ne më kanë sa më të qartë në komunikacion ndodhet alarme. Në shkollën e Krajkës së Hasit, që ndodhet 20 km nga qyteti i Prizrenit, përveç mësimit të rregullt në shkollimin e obliguar para universitar, nga klasa e parë deri në të 9-ën, ofrohet edhe edukim për parashkollorët, përkatësisht për mosha 3 deri në 6 vjeç. Kjo mundësi e edukimit në fëmijërinë e hershme vlerësohet teje të kënaqshme nga prindërit dhe gjyshërit e fëmijëve. Vajzën e kam klasën e parë, djali është domethënë qerdhe, vjen mësimin. Mirë, është një përgatitje e mirë, faleminderit prej edukatorëve. Japin mjaftueshëm gjithçka që fëmia domethënë me pas një zhvillim një diçka shumë të mirë. Djali ka qenë pak problematik. Tash është mirë, është i lidhën, është 4 vjeçar, është i lidhur me shoqërinë, me rrethin, gjithashtu i falenderojmë edhe për vajzën ka qenë në parashkollor. Është e sjellshme, e mirë, gjithçka fal edukatorëve, fal shkollës, fal gjithëve për përmundin, për gjithçka që bën. Janë të lidhur me njëri tjetrin, kanë lodra, mësojnë gjithçka që është, domethënë kanë kaluar edhe në gjyrosje, gjithçka që kanë i përgatitje shumë të mirë, sidomos për vjetën vijim që do të vinë. Po mirë që kanë ata kushtet më të mira. Unë fëmijët e mi kum rrit nuk e kanë, vetëm për 7 vjetë në klasë, por tash mirë, për nipa, për mesa, mirë.
Për sukseset e secilit nxënës dhe mësimdhënës, si dhe për organizimin e procesit mësimor në aspektin e mësimdhënies dhe mësimnxënies, gjatë gjithë vitit kalendarik shkollor, shprehet i kënaqur edhe drejtori i shkollës Mithat Frashëri në kraj të Hasit, Hem Çoçaj. Shkolla jonë gjithsej ka 336 nxënës. Kjo shkollë daton që nga viti 1946, është shkollë me traditë. Në regionin ku jetojmë dhe veprojmë një jetë si shkollë model, për shkak se mësimdhënësit të cilët punojnë kanë një angazhim shumë profesional dhe të gjithë janë të kualifikuar edhe puna e tyre ka jashtëzakonisht sukses mirë të nxënësit. Fëmijët parashkollor faktikisht, të cilët janë prej moshës 3 vjeçar dhe 5, është edhe një cikël tjetër i cili renditën këta 5-6 vjeçar, edhe komuniteti ka prit jashtëzakonisht mirë, sidomos nënat janë më të interesuar, vinë me fëmijë, të angazhohen me ta, edhe është një sukses shumë i mirë pasi që shihet se vazhdimisht ata tregojnë rezultate edhe kur dalin në klasë të para e kështu me radhë. Fatmirësisht shkolla jonë nuk ka ramje të nxënësve. Këtë gjenerat, këtë vit kemi rritje në klasën parashkollore dhe ato përgatitore kemi njëra i ka 24 nxënës, kurse tjetra i ka 40. Shkolla jonë njihet për aktivitete, është shkollë që mësë shumëti thuja gati në komunë që bën aktivitete, sa shpal entuziazmit të mësimdhënësve dhe nxënësve, aktivitetet nuk në mungojnë asë një festë, sidomos në festat si që është 17 shkurti, festat më të rëndësishme të popullit shqiptar. Në përmbyllje të kremtës së pavarësisë së Kosovës, nxënësit në shkollën në kraj të Hasit kishin përgatitur edhe një koreografi vallëzimi në oborrin e shkollës. Jemi garda kosovare, kryellansa këtë mane, zemrën dardari, qaku në shqipëri. Jem Kosovë për lanë të tinja, kush në shqip projet të mija, edhe kësot të grim, kush në prek tiri. Kosa jonë, zemra jonë, forca e në, besen dhe kryna vitë, kryna s'këtë dhe, rafë që Republika e Kosovës këtë vit festoi 18 vjetorin e shpalljes së pavarësisë si shtet i pavarur dhe demokratik.